Pra hyn ky film, hyn tek filmat e preferuar të Monda Bulkut si aktore? Absolutisht, sepse dhe vetë roli im është një rol tepër tragjik. Është një monolog që kjo e marrin policia greke dhe shqiptare për t'i folur të birit për të lënë pengjet që kishte marrë në autobus. Dhe ka një monolog që është një 4 minuta që në tërë stilin e xhirimit me një kamerë dore, me montazh të shkurtër, regjisori aq shumë e pëlqeu këtë skenë sa që e ka lënë të tërën gjatë. Dhe është gjëja më e veçantë e filmit dhe është tragjike sepse duke i folur nëna. Pra një nënë që i lutet birit. Një nënë që i lutet fëmis në të gjitha format, me të gjithë miklimin, sepse besoi te policia që nuk do ta ngjisnin, por që të ndalte dhe të linte njerëzit e tjerë të dilnin. Në momentin që ai dëgjon zërin e asaj, e dëgjon, ka një moment që del te xhami dhe thot mama, ata e gjuaj. Në syrin e mamas. Sa dubla bëre Monda për këtë? Jo, dubla kam bërë 2 dubla. Pra tregon që ka qenë një... Por kam bërë një provë paraprake një ditë më përpara me regjisorin. Një provë paraprake bile më pyeti Konstantini sa rol. Ishte një njeri me një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, duke sikur me njerëz që sikur kishte një jetë të tërë që punoje. Atë marrëdhënie krijonin mes njëri tjetrit, me mua, me të gjithë. Dhe më pyet gjatë provave që si është mënyra jote, domethënë kur e ke dublin më të mirë. Dhe unë i thash zakonisht mund të qelloj dhe me të parin, por më shumë se 1, 2, 3 nuk shkon më e mira e imja. Pastaj për probleme teknike apo për rrethana të ndryshme që filmi çfarë nuk ka, jo drita, jo kuadri, jo një figurante, një kështu. Diçka që zvaret nga ju. Që nuk varet nga aktori, mund të shkojë dhe 5 dhe 6, këtu mund të shkojë nga shumë, por